Rritja e temperaturave po kthehet në shqetësim të madh për shëndetin e qytetarëve në ditët e fundit, ndryshe nga vite më parë. Këtë vit qershori po mbyllet me temperatura më të larta, madje deri në 3 gradë Celsius. Qytetarët shprehen se e përballojnë vapën me vështirësi, ndërsa janë detyruar që nga aktivitetet e përditshme, por edhe nga problemet e hallet që kanë, të dalin dhe të mos respektojnë shpesh orarin që mjekët thonë për të mos u ekspozuar në këto orë të pikut të diellit. Qytetarët theksojnë gjithashtu se në shtëpitë e tyre përdorin shpesh kondicionerët, por faturat u vijnë të kripura. Një tjetër problem ky në këto ditë që po i shoqëron familjet e tyre. Ja, babla, me kondicioner, me freskuse. Shpenzoni shumë energji? Shpenzojmë se ato me korrent janë. Gjëra me korrent. Po kur dilni zakonisht orarin, e respektoni që nuk ka shumë vap apo se e respektojmë, po kur kemi hall edhe dalin. E kupton? Edhe dalin kur kemi ndonjë nevojë. Po zakonisht dalim mëngjes se fillojnë ato temperaturat e larta dhe se përballojmë dot. Jo, absolutisht, unë lëviz pa kriter fare. S'ke problem fare? I fare. Me kondicioner dhe me ashtu, 100% edhe me preskus. Temperaturat larta ju dilni në këtë pse apo? Po, me shokët freskohemi edhe është e nevojshme. Për ne moshuarit është e nevojshme. Janë problem për ju temperaturat e larta? Problemi madh është, shumë problem. Por që halli Po në shtëpi me çfarë freskoni? kam kondicioner, e mbajmë ndezur ditë natë. Harxhoni, shpenzoni shumë? Harxhojmë, po ata mbash ndezur harxhojnë patjetër. Po që është e nevojshme? Po, është shumë e nevojshme.